Mirdita, qeveria shqiptare zhduk paran kesh. Ky është lajmi i fundit, ndiqeni me vëmendje, le ta diskutojmë, sepse nuk flitet vetëm për Shqipërinë. Ktu është botërore. Por Shqipëria është një nga vendet e vogla, një nga vendet që le të themi i bindet urdhrave të agjendës 2030. Do t'ju them se si. Kisha bërë një video para një vit e gjysmë, ku flisja për një shtet në Somalia, në Afrikë, që shteti somalez kishte dhënë lajmin që kush nuk do të pranonte portofolin digjital, do i hiqnin të drejtat e çdo gjëje. Tani do t'ju them se si. Ndiqim me kujdes. Unë mësoj nga ju mësoni nga unë, kështu që le ta diskutojmë. Kush është rastisht dhe nuk e ka bërë ende, bëjini like faqes dhe videos e të shihemi sërish. Dhe ju falenderoj që jemi për bashkë. Ministria e Financave të qeverisë shqiptare ka dhënë lajmin që duke filluar nga viti 2026 do reduktohet paraja kesh. Kjo nuk është diçka e re, sepse vura re lexova disa komente që shumë njerëz janë të indinjuar, por ky është një urdhër i agjendës 2030. Për ata që nuk e din, urdhri ka filluar që në vitin 1970, por në vitin 2000 ca filloi që të ishte aktiv, si mund të quhet. Dhe në sintezë çfarë ka? Quhet portofoli digjital. Çfarë është portofoli digjital? Portofoli digjital ka të bëjë me të gjitha të dhënat e tua. Çfarë do lloj gjëje të dhënave tua do të lidhet në telefon. Jo në kompjuter, në telefon, sepse telefoni është ai që do të zëvendësoj çdo gjë në të ardhmen. Çfarë do të thotë kjo? Karta identiteti, patenta, paraja, të dhënat e tua, mjekësore apo jo, puna, çdo gjë do të lidhet pra pikërisht me portofolin digjital. Tani, në portofolin digjital ka edhe disa gjëra shumë të rëndësishme për të theksuar. Së pari, duhet të dini, më ndiqni me vëmendje sepse është për ju. Duhet të dini që me portofolin digjital ndonse do t'u japin kohë, sepse deri në vitin 2030 duket sikur ka kohë, por një pjesë e madhe e njerëzve do hasin në probleme të mëdha. Dhe do t'i them se si. Si do t'ja bëjnë të moshuarit që janë nga fshati që nuk din se si të përdorin telefonin. Ka disa, unë për shembull kam nënën time, që ajo kur di vetëm të shtyp kur e marrin telefon, se nuk di që të marrë telefon. Ajo nuk di. Në një touch screen ajo nuk di. E kisha mirë, thoshte ajo, një telefon që kishte dikur, sepse unë e marr me WhatsApp. Dhe kështu që ata telefonat e tjerë nuk mundet që të më përgjigjet me WhatsApp. Pra jam i detyruar që ta marr telefon normal. Nëse ajo do më marr mua. Kështu që unë çfarë kam bërë me vllajin, i ka dhënë një telefon touch screen që unë të komunikoj me anë të WhatsAppit, po di vetëm që të shtypi në momentin që unë e marr. Pra asgjë më tepër veç se të shtypi atë që të flas me mua. Merreni me mend tani, është 80 ca vjeçe, por merreni me mend tani njerëz të tjerë që nuk kanë fëmijë apo janë vetëm apo nuk din të përdorin telefonat. Merreni me mend se çfarë ndodh. Për pensionet, për faturat, për pagesat, për çdo gjë duhet që ta bëj nga telefoni. Kur thash, problemi i parë kryesor është që nuk din të shtypin. Merreni me mend tani që të futen të regjistrohen apo ku ta di unë. Mbaj mend, për shembull, para 2 vitesh, 3 vitesh, që doli më shumë biles, 4 vite, që doli kjo regjistrimi i kartës së identitetit online. Pra e bër nga vet banorët, këtu në Evropë po flas. Dhe ka qenë shumë e vështirë për ne, që ta bëjmë ne, për të plotësuar atë formularin online në ministri, ka qenë shumë e vështirë, sepse përveç se kishte probleme vet portali, por kishte edhe një sër lëvizjesh që nuk mund t'i bëj dot kushdo. Është e vërtet. Bile u dyndën, kishte disa zyra që u dyndën njerëzit shkonin atje, sepse ja u bënin ata me mira. Dhe kaloi 1 vit e gjysmë derisa u përmbushën
kërkesat. 1 vit e gjysmë. Nuk e di më kuptoni apo jo. Por prisni, sepse ai ishte vetëm regjistrim i diçkaje. Merreni me mend tani që ti të shkosh dhe të çosh çdo gjë në portofolin digjital. Portofoli digjital, siç ju thash, janë shenjat e gishtave, janë pagesat, janë karta identiteti, patenta, pasaporta, çdo gjë. Këto vizitat që ti bën në tek mjeku, pra çdo gjë është e lidhur me portofolin digjital. Tani disa thonë që po mirë, unë si do t'ja bëj, thonë disa që nuk di për shembull që të futen në telefon, nuk pak u interesojnë atyre, sepse si që kam thënë, për shembull, edhe në Angli, që kur u vendos 5G-ja, që filluan fëmijët e vegjël të kishin probleme dhe u dilte gjak nga veshët dhe nga hundët, disa fëmijëve, gjykatësi ose prokurori nuk më na intereson, tha, për disa, sepse teknologjia duhet të eci përpara. Nëse disave tha u krijon problem, duhet të eci përpara. E njëjta gjë ndodhe në këtë rast. Pra, pak u intereson nëse njerëzit nuk din. Duhet që të mësojnë dhe kaq. Ky është urdhri dhe kështu do zbatohet. Kështu që duke filluar që sot, që tani duhet që t'jeni të kuptoni se si përdoret telefoni, si përdoren këto programet, si të regjistroni në këto programe, sepse me kalimin e kohës do t'jeni të parët ju që do të ndihmoni jo vetëm vetveten, por edhe të tjerët. Edhe të tjerët, prindrit, vëllezërit, motrat, kushërinjt, shokët, do t'jeni ju. Tani, ka disa që thonë që kjo paraja digjitale do dëmtoj shumë. Në të vërtet, paraja digjitale, që është e vërteta, pasurojnë ata që vjedhin, mund të themi, të themi të vërtetën, sepse ju çfarë mendimi keni? Unë mendoj që është kështu. Pra, ata që vjedhin me para kesh është më e thjeshtë, kurse me para digjitale jo. Është e vështirë me para digjitale sepse me kalimin e kohës, nëse keni vënë re ato si quhen ato website-et që janë hakerat, janë ullur shumë kohët e fundit. E dini pse? Sepse ka kontrollet rrepta. Bile, do vi një moment që ti, edhe sikur të marrin portofolin digjital, mailin apo ku ta di unë çdo gjë, nuk do të jenë të aftë që ta përdorin, sepse do të ketë disa ligje që ata të tjerët nuk mund të futen dot në emailin tënd, sepse do të dalë ligje që do t'i arrestojnë. Është e vërtet kjo, dhe kjo do bëhet për mbar botën, nuk do bëhet vetëm për një. Kështu që kush do vjedhi, për shembull, të marrë një email, e kapin menjëherë, sepse ka një rrugtim nga është futur. Çdo telefon, çdo kompjuter, çdo gjë ka një IP. Është një numër serie, një identifikim, para si një pasaport ose një kartë identiteti, që gjen se ku gjendet ai njeri. Dhe disa që kanë frikë, është absurde ta mendosh, por disa që kanë frikë që do vidhen këto të dhënat, është e dyshimt për momentin, është e dyshimt, por një ditë do të bëhet një ligj. Megjithatë, deri kur të kalojë ajo kohë, se ma merr mendja pas vitit 2030, sepse deri në vitin 2030 ne që të gjithë duhet të mësojmë për të futur në portofolin digjital. Dhe mos t'ju shkoj ndërmend që ju mund të ikni ku të doni pa portofolin digjital. Mos t'ju shkoj ndërmend. Pra, portofoli digjital ka çdo gjë. Edhe mbani mend që ju kam thënë që Shqipëria do të së afërmi do të vendosi një kontroll edhe në për dogana me fytyrë ose me shenjën e gishtave. Fytyrë është e para, sepse ti futesh, shkon tek kontrolli dhe ka një fotokamerë, ajo fotokamera bën skanimin e fytyrës tënde dhe të njeh se kush je, kështu që ti s'ke nevojë. Dhe çdo gjë është e lidhur me portofolin digjital që është telefoni yt dhe sistemi në përgjithësi i portofolit digjital. Pra ti mund ta quash si të duash në shtetin tënd. Mund ta quash si e kanë qutur tani cashless, për shembull, po flasim tani në këtë rast të parave, por në të gjithë botën ajo, edhe sikur mos jetë cashless,
në një shtet tjetër, je i detyruar që të jetë pjesë e një portofoli digital botëror, siç që kam thënë para disa viteve. Nuk është se jam një profet apo thjesht i kishte lexuar të gjitha këto që një ditë do të bëhen në realitet. Dhe ja po bëhen, që kishim folur në emisionin Enigma, kur thosha që një ditë do të bëhet çdo gjë, do të vendoset në një regji të vetme, një gjuhë, një monedhë, një polici, një çdo gjë. E mbani mend këtë dhe një nga emisionet që ka kaluar tashmë 20 milion shikime dhe ndonse e kanë hequr çdo herë nga sistemi, pra nga YouTube-i, dhe sidoqoftë është një nga emisionet më të para. Pse kjo? Sepse njerëzit e kanë kuptuar që me kalimin e kohës ne po shkojmë drejt atij projekti. Projekt që nuk është i vendosur nga ne, por siç ju thash, është vendosur që në vitin 1974 dhe i projektuar që nga vitet 1700-1800. Pra, për të arritur në një ditë që do të jetë çdo gjë aty. Pra, çdo gjë në një dispozitiv ku ti do të kesh të dhënat e tua direkte dhe me anë të asaj ti nuk mund të bësh dot asgjë, as të vjedhësh, as të vrasësh, sepse me anë të asaj do bëjnë çdo gjë. Shiko, e mbani mend filmin Minority Report? Nuk është fantazi, ajo me Tom Cruise, nuk është fantazi. Aty do arri një ditë teknologjia, mbani mend këtë. Por ndërkohë tani ata që po thon, meqense ti përmbahemi lajmit që ka dalë tani, ata që po thonë që tani me parat kesh shumë bizneset vogla do rrëzohen. Kjo është normale, sepse me para kesh nuk mund ti me para digjitale nuk mund të pagosh ti për shembull 5 litra qumësh që ti prodhon apo ku ta di unë. Kështu që je i detyruar që ta bësh me ndërrim. Po ja u them që ta mbani mend këtë. Pra, kur të shkosh tek tjetri, do shkosh që nëse do shesësh qumësh, do i thuash atij se ai vogli, pra një që shet qumësh, si do t'ja bëj ai që të marr para? Nuk mund t'ja japi ai tjetri për 5 litra, sepse nuk ka biznes. Është i kontrolluar totalisht biznesi, pra paraja, jo biznesi, por paraja. Dhe tjetri nuk mundet që të pagoj. Atëherë si do bëj? E thjesht. Ti do ta bësh me ndërrim, do t'japësh 5 litra qumësht që t'japi për shembull 5 kile bukë e zëm, Dhe atë bukën ti mund ta hash për një kohë, ta konsumosh, por nëse ke bukë shumë dhe ke marrë dhe ke 5 litra të tjera qumësh që ti je i detyruar që ta shesësh, atëherë je i detyruar që të marrësh diçka tjetër, të marrësh 1 kile patate, të marrësh ku ta di unë, ose ndoshta edhe një diçka për të punuar, një mjet pune. Pra me shkëmbim, siç bëhej dikur, do kthehemi në epokën e gurit kur beshin çdo gjë me shkëmbim. Unë t'jap këtë, ti më jep atë. E mbani mend që e kemi thënë këtë. Dhe po thoshja që shumë bizneset vogla normal do humbasin. Do humbasin sepse nuk munden të mbijetojnë. Dhe por paraja digjitale, për mendimin tuaj, si është mirë apo keq? Ose mirë portofoli digital për ju? A është mirë apo keq? Shiko, ka disa avantazhe, vërtet, të mëdha, por ka dhe disa negativitete që janë absurde që do ta shohim me kalimin e kohës, që disa prej tyre nuk mund t'i themi këtu. Megjithatë, doja ta diskutoja me ju sepse lexova disa komente, është bërë tani lajmi i përhapur gjithandej dhe të gjithë mendojnë që do të ketë probleme të mëdha. Megjithatë, pres komentet tuaja, le ta diskutojmë. Punë të mbarë sot dhe ditë bukur.